Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Teha Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teha Tarot 2025. Dhe tani, do të marrë një pyetje. Kush është sekreti që mban personi juaj zemrës të fshetë? Dhe do që t'ua tregoj në këtë moment. Pra fokusoni energjinë tuaj në këtë video dhe dëgjoni përgjigjen e kësaj pyetjeje. Pra, kush është sekreti që do t'ju tregoj personi juaj i zemrës në këtë moment? Që u mban të fshetë. Personi juaj i zemrës është një person magjik. Ai ju shikon si kjo princeshë e monedave. Dhe juve do t'ju surprizoj, do t'ju bëj një surprizë. Ky është një person shumë pozitiv, nënda e kupave, që do t'ju bëj një surprizë së shpejti, është larg në botë, ka gjithë botën, por mban një pyetje shpirtërore për ju që ju ka larg, në largësi. Është një person shumë besnik, një person intelekt, një person që ka shumë parandjenja, ka intuit, është pak i tërhequr, mbreti i shkopinjve, ka rrotën e fatit që e ndihmon në të transformim të jetës së tij. Keni kaluar gjëra të shkuara si fort të mira në këtë lidhje, keni qenë pak të mërzitur, por sot vjeta e kupave më tregon që ju të dy, kjo është e fshehta që ai mban dhe do t'ua tregoj, do t'ju bëj një surprizë të mrekullueshme. Ju të dy jeni shumë falenderues të universit për këtë mrekulli që do t'ju sjellë në jetën tuaj. Kjo është letra e mrekullisë, vjeta e kupave. Në këtë rast të mrekullueshëm ju jeni mirënjohës universit për të mrekulli që ju ka sjellë në jetën tuaj. Dhe shumë shpejt, ky person magjik vjen drejt jush për t'ju treguar të fshehtën që ai mban dhe do të festoni. Treshi i kupave tregon festimin e madh, një festë të madhe, një gëzim të madh që do të bëni për të festuar këtë surprizë, këtë lajm, këtë fshehtësi që ai mban prej kohësh. Me kë rezonon? Me kë gërm të emrit apo të mbiemrit tuaj rezonon kjo energji? Është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë. Me gërmën F, Sh, gërmën R, gërmën Q, gërmën Ñ, gërmën Z, Gj, Ç, gërmën L, S, E, gërmën V, Gj, gërmën L, K dhe gërmën G. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me ligjëreshët, me akrepin, me ujorin, gaforen, me dashin, me peshqit dhe me peshoren. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një thank you dhe një thank you, një zemër të vogël poshtë videos për t'ju sjellë video sa më të bukura dhe pozitive.